Selim Berisha, profesor i historisë, u lindë në fshatin Drenush të Prishtinës më 3 qershor 1950. Ka kryer shkollën fillore në Bardhaj e në Breznic, kurse të mesmen e filloi në shkollën normale të Prishtinës dhe e përfundoi në Normal në Mitrovicës më 1973. Ka studiuar historinë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Dëshmori Selim Berisha ka punuar mësues në shkollën fillore Ali Kelmendi të Bardhajt, pastaj edhe arsimtar i lëndës së historisë po në këtë shkollë. Prindërit e tij, Halili dhe Hata, lindën dhe rritën 6 fëmijë, 5 djemë dhe 1 vajzë. I kishin rritur dhe i kishin shkolluar me punë krahu në arët e tyre, që edhe kur prodhonin mirë, vinin ta grambledhësit dhe u merrnin atë që i kishin ndarë për rritjen dhe shkollimin e fëmijëve të tyre. Kjo është gjeografia e vendlinjës së dëshmorit Selim Berisha, që me aktin e sakrificës së tij u bë përmas e gjeografisë së Adheut. Kësaj gjeografie të vendlindjes i duheshin shenjat e lirisë, në mënyrë që të mos binte harrimi mbi ekzistimin ton dhe të gjeografisë së Adheut. Edhe kur nuk kishte luftë në Kosovën e robëruar, rrugët e historisë kërkonin shenja që të kishin emër dhe përkatësi. Në këtë pjesë të Drenushit gjendet lagja e Gjafallëve, ku është edhe shtëpia e dëshmorit Selim Berisha, të cilën me aktin e qëndresës së tij fillikat vetëm i barrikaduar në kullën e tij, sikur rikthente aktet e terrorizmit të tipit Oso Kukës, që shndërron në simbol qëndrese vraninë e tij. Dëshmori i lirisë e shndërron kullën e tij në fortesë qëndrese. Kryengritjet e lirisë dhe luftrat që zhvillonte ushtria çlirimtare e Kosovës zhvilloheshin kudo në Kosovë. Kamsarit, aty brezi kanë qenë, ndërsa tankat kanë qenë atje. Rrethi i dytë këtu ka qenë për këtë kanal, dhe kanë rri këtu e deri te ajo ura kusht atje. Ka sulmue nga gjitha drejtimet. Ka përdor një metodë, një taktik që ka sulmue edhe nga kati i pashtëm. Allahu Selimi me atë punë ka gjujt nga gjitha anet, qysh i ka vëzhguar forcat nga kjo dhomë ka gjujt nga drejtim. Kurse nga dhoma tjetër ka gjujt nga drejtimin nga vjen rruga anene, edhe ane ka pas forca. Nga gjitha anet, edhe në tavan nalt, edhe nga i pozicion ka gjujt mirë, edhe në nalt në tavan, edhe ka bo levizje, edhe nga anet e pi kanalit. Këtë anën tjetër. Dëshmori Selim Berisha mbajti të mbërthyer një ushtri të tërë fillikat vetëm për më shumë se 2 orë, derisa ra heroikisht dhe derisa u mundësoi banorëve të fshatrave që të zhvendosen në vend më të sigurt. Njeriu i pendës dhe i pushkës, profesor Selim Berisha, në një luftë të pabarabartë me forcat qetnike serbe, ra në altarin e lirisë më 20 mars 1999. Ato tesha që a ditë me to kaliku, janë këto, që këtu doken vrimat që i kanë ra plumbat. Ky është gjemperi që i ka pasë veshur, që doken kret vrimat kajke që ndorë në gjokës. Aty ka po ushtrinë kërkojnë për tjetë, një beken, një rëzojken, një qojke, aran. Kërëm ka një, bëve ma, se të pa përresim shkutë vastika, të ka po atë tenga të konë pozicionune, shtatë tenga, sa e konë, bo kia ka posë më shumë. Për 1 orë 40 minuta aty ka vërtu, pa ndërprej heq, krizma.
mas një orë 40 minuta, krizë nacional, ushtria kanë vazhduar për këtë të poshtë, janë shku, janë orë thani policia kësate, janë një kanë kollë shpinë e Selimit të. Kullën që e bëri Kalaçën ndrese skuqi me gjakun e tij, duke luftuar me forcat ushtarake dhe policore serbe, herën nga një dhomë, herën nga tjetra. E kam ditë që babi është i vendas dhe do të lufton. Por edhe një gjë e kam ditë që ai nuk do t'ja fillon para se të din për mu se çfarë po ndodh. Se ka përcjell qendin këtë nga karti i dytë se çfarë po ndodh me mu. Dëshmori Selim Berisha, vetëm pasi largohen djali i tij i zënë peng, familja dhe tërlagja, u kthen pushkën forcave serbe. Këto gjithmonë e kam spjegu në një teorike, tha jashtë merë tha edhe dëshira që ta kry këtë edhe në një praktike, ju tha dilni, tha mos u merë një kohë, tha se unë ju vëzhgoj, tha mos keni frikë, tha se babi juj, tha është gjithmonë kujdesje me juve, tha ju vëzhgoj, tha mos gaboni, tha që ato që ndohë më mërzit, tha se djeta që gjirja nuk fitohet pa gjatë. Po kam ditë e shtu në 20 marsi. Vesh se kur erdhen forcat në rafrën shpinë, tha Gjezide të lutë, na tha merë me fëmijën e nesër, del tha, shkani na tha bënë bashkë në vllazni e me kunata. Selim Berisha, si student ishte i daruar. E kishte një vetdije të hartëndare. Thash, Selim, ju duhet ta bëni historinë. Historinë na e kanë shkruar të tjerët, por tani duhet ta bëni historinë. Dhe sikur se shumë dëshmorë tjerë, Selim Berisha diq me pushkë në dorë, me një pushkë vjetër, duke luftuar për qartë i kontaktë. Kam informacione se a i kishte pasur kontakte dhe me familjen e Jashovit. Unë i dashtën loj mirë, patriot, u dek me pushkën dërë, u shku me faqet bardë. Jeta me babajnë ishte jetë një asë e bukur. Dënse dhe ishin të rëbruar, ishte jetë me shpresë se do të bëhet më mirë. Nuk ishte prekupimi joni, varfria, skamja, por ishte lëvizja kombëtare sër. Ai kohëve të fundit dhe gjatë gjithë jetës na shpjegonte për historinë kombëtare. Na shpjegonte për heronjët e kombit. Na shpjegonte shumë gjëra. Dhe kohëve të fundit, disa ditë para 20 marsit, kishte marrë pushkën dhe më tha që a dita përdorësh. Unë e mora pushkën dhe do ta matësh shpejtësinë se sa do t'i futesh fishek shpejt dhe t'i nxjerrësh jashtë. Por kurse si kur të luftosh nuk bën të frigohesh në rast nevoje. Ishin ato ditë kur veç se ishte involvuar në radhët e UÇK-s. Tha nuk bën të frigosh, por edhe të këndosh rast se ka ardhur koha e fundit që t'ja kthejmë pushkën armikut.
se ushtria qlirimtare të Kosovës është formuar nga një mendje shnosh. Dhe që nga vrasja Bacës Adem Jasharit, komandantit legjendar, baba jonë ishte i betuar kundër armikut që nga fermeria, por që nga ajo ditë u betua se unë nuk do të vdes pa luftu me Serbinë, se kjo është lufta e fundit qlirimtare. Do nëse edhe Hamzi Jasharin e kishte shok të fermerisë, shok të normales, pasi ai ka qenë burr i fort dhe burr si ai lypsat Kosova. Isha e tina, ja kom gjetë shkolle 7 vena. 7 vena. 7 vena. Te plumave. Më te plumave. 7 vena e më shpia i shkru. Edhe aprova më dishtë në hapsone, edhe një gjamë dishtë në hapsone. Që e përiti të shko, 3 dishtë në hapsone. Këm boga i rëtë mësit. Shkojme dhe më foqet borë dhe mes që pushkën të ka posë gjithë Selimi. Në këtë ekspozit janë shenjat e historisë më të re të shqiptarëve. Janë kujtimet për ata që u flijuan për liri. Janë të gjithë ata që ja kthyen rrjedhën e këtij shekulli dhe ja hoqën në robërinë Kosovës. Në mesin e tyre është edhe dëshmori Selim Berisha. E kam pas vlla, për njëkohësisht e kam pas një shok, sepse 30 vite, 30 shtator së bashku i kemi filluar. Kështu që kemi qenë të pandashëm. Në momentet më të vështira e kam pas pranë. Si asëmtari historisë që ishte, për çdo 28 nëntor, ndazë i fliste për 28 nëntorin, për festat e nëntorit, dhe çdo e ka pas princip që në në fund të thotë rroft bashkimi kombëtar, rroft Shqipëria bashkur etnike. Me drenu shkundal, profesor Selimi e filloi luftan me zemër trime. Pushketi ndali kolonën e gjatë, u a bëri me dije barbarve se ka shqiptar të gjatë. Ai ishte një punëtor i panodhur, i dijes, ishte një njeri i afërt me gjithë nxënësit, ishte një njeri gazmor, komunikativ. Dhe thonë, në kujtesën time kam shumë fragmente të punës e tij. E di që shkronjën e parë që e kemi mësuar, që e kemi shqiptuar për ti ka qenë shkronja A. Dërsa, fjala e parë që e kemi mësuar për ti ka qenë fjala A2. Qëndroj aq sa pak mundësi me një armat tërë serbe që spakut kanë qenë 500 tankë. Atë ditë, njëkohësisht edhe një prej dhe ka ra në oborin tim, edhe unë kom qenë si pëmë deri një kodër këtu afër në Barilev, që quhet Quka Barilevës. E në mramje, më në detale kemi dëgjuar, por profesor Selimi ishte edhe i përgatitur për qëndresën e tij, edhe pushka e tij, sipas mendimit tim, e thej edhe atë opcionin që u folke në për fshat që nuk duhet të qëndrojmë, nuk duhet të amprojmë pravën e shtëpisë, s'po. Barbaria serbe nuk kurseu asgjë në jetën e shqiptarëve. Nuk kurseu as bibliotekat, por as librat e veçantë. I dogji, i shpoi me plumb, i përbalti, nga se e dinte se dituria ishte arma që përgatiste luftën e lirisë. Kemi zgjetë edhe pluma tjerë, mas e kemi pas luktu, po këto kemi zgjetë bashkë këtu në veprën e mizgjenit. Bashkë këtu kemi zgjetë. Tregon edhe faktin. To do të ruajmë
do të runë kujtim, me ditë dhe pastarësit tonë në kanë kemi pas punë. Me selimin studentin e daluar të historisë, unë njohëm përmes qazimit vllajut të tij gjatë vitit 1981. Ishte viti kur të gjithë student kishin dalë në demonstrata dhe Selimi ishte një ndër prietaret e tyre që kishte një guxim djaloshar, kishte krijuar idealin kombëtar që s'kishte fuqi që mund t'ja ndronte nga ajo rrugë. Ky zë i fuqishëm i Selimit dhe i demonstratave të vitit 1981 do të vazhdojë edhe më fuqishëm gjatë viteve 1990, 1997, 98 dhe vitin 1999. Zëri Selim Berishës ishte zë kushtrimi, zë i fuqishëm e shpërthys. Ishte zë bashkimi shqiptarëve etnik për lirinë e saj. Prandaj ai së bashku me gjithë dëshmorët, me gjakun e tyre, e krijuan këtë histori të re. Edhe unë kisha me veçu në momentin e takimit në odën e Selim Berishës me vëllezërit e tij, ku prezant ishte edhe Sokoli, i cili fillimisht ishte i takuar me të dhe unë njoha përmes Sokolit. Ku gjatë bisedës së sipër i ndjeri gjithsesi dëshmori na thotë se unë vdekjen e kur më leo njerë për çdo edhe do të mundohem se që t'i dal besnik fjalës time dhe do të vdes me pushën e dorë. Ju përmbajt fjalës së vet dhe ra heroikisht në altarin e lirisë me pushën e dorë. Përndryshe Selimi ka qenë edhe një figurë shumë e ndryshme, përveç se ishte profesor i historisë, intelektual i dalluar, ishte edhe frymëzim edhe për neve të tjerëve. Unë e gjeta pikërisht frymëzimin nga Selim Berisha, i cili edhe na ndihmoi edhe ishte udhërofyes në rrugën e mateme drejt lirisë. Fillimisht Selimi në qershorët 98-ës, pasi që takohëm me ta, nodën e tina në Drenas, do të ndërgjep, fillimisht ai pranon që të shërbimin në sistemin e vrejtjes shërbimit, do të ushtara. Këto detyra i ka pranua dhe i ka zbatua pik për pik. Për të rënët për lirinë e Kosovës, populli kanë ngritur shenjat ku po përkulemi para trimërisë së dëshmorëve, ku po bëjmë nderime para lapidarëve, pllakave përkujtimore para varreve të tyre. I nderojmë edhe me veprat që kanë lënë ata vetë, por edhe me veprat që shkruhen për heroizmin e tyre. Kjo le të jetë shembull për të gjithë ata të cilët kanë menduar se duke nik fitohet liria. Liria fitohet duke qëndruar. Kjo nuk është vdekje. Kjo është përjetësi.